Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka hapur thirrjen për 40 pozicione hetuesish në Byron Kombëtare të Hetimit. Sipas njoftimit të SPAK, procesi synon për zgjedhjen e kandidatëve që plotësojnë kriteret profesionale, të integritetit dhe të sigurisë për të bërë pjesë e strukturës hetimore. Kandidatët duhet të jenë shtetas shqiptar dhe të kenë përfunduar arsimin e lartë policor, drejtësinë, kontabilitetin ose deg të tjera që lidhen me misionin e BKH-s. Një tjetër kriter është përvoja profesionale, ku kërkohet më shumë se 1 vit punë në institucionet e zbatimit të ligjit ose në një fushë të lidhur me veprimtarinë e Byros Kombëtare të Hetimit. Përveç formimit dhe eksperiencës, aplikantët duhet plotësojnë dhe kushtet e integritetit, sigurisë, pasurisë dhe figurës. Procesi konkurrimit do të zhvillohet në disa faza dhe përfshin testin kognitiv, atë të sjelljes dhe arsyetimit logjik, testimin e aftësive fizike, testin e zgjeruar me shkrim dhe intervistën e strukturuar. Kandidatët do t'i nënshtrojnë gjithashtu testit të poligrafit, verifikimit të pasurisë, figurës dhe sigurisë, si dhe kontrollit mjekësor dhe psikologjik. Këto procedura nuk do të pikëzohen, por janë të detyrueshme për vijimin e procesit të përzgjedhjes. Afati i aplikimit nis nga data e publikimit të thirrjes dhe përfundon më 14 shtator 2026 në orën 16. SPAK nuk ka dhënë në këtë njoftim detaje të tjera mbi kalendarin e fazave të konkurrimit, por ka përcaktuar qartë kriteret bazë dhe procedurat që duhet të kalojë çdo kandidat për 40 vendet e reja në BKH.